do të shpallim tani një çmim special që vjen nga Universiteti Europian i Tiranës. Një tjetër konkurrente do të ketë fatin që këtë vit të jetë studente pranë këtij universiteti, duke merituar një bursë të plot. Ftojmë në skenë Belina Budini, dekane e fakultetit në UET. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, Kajsi. Përshëndetje. Faleminderit. Përse një i ri duhet të zgjedhë UET? Ka shumë arsye, por unë do përmend ato arsyet e spektaklit. Mendoj që UET-ja është një skenë. Është një skenë sepse ne i ofrojmë studentëve mundësinë që të aplikojnë dijet e tyre që në aulat universitare. Dhe e bëjmë këtë përmes laboratorit të dijeve të aplikuara. Kështu që besoj kjo është një arsye më se mjaftueshme për të ardhur në UET. Ne i mbështesim studentët tanë që të kuptojnë prapa skenën, por të dinë të shkëlqejnë edhe në skenë. Përmes artit të folurit në publik, studenten e ardhshme që kemi përzgjedhur nga vajzat tuaja të bukura, e kemi përzgjedhur në bazë të këtyre kritereve. Aktualisht jemi në një konkurs të hapur për gjithë maturantët, dhe vajza është një maturante, për UET Talent. Pra, sot do t'jap vetëm një bursë në formë simbolike, por në fakt ne do të kemi mundësinë që të japim, të akordojmë edhe 10 bursa të tjera për më të talentuarit e qytetit në artet aplikuara. Gjithashtu edhe në komunikim. Vajzat do të mund të ndjek studimet në komunikim, gazetari, me profil gazetari, ose marrëdhënie publike. Faleminderit që na dhat mundësinë që ta akordojmë këtë bursë. Sepse ne gjithmonë kemi thënë në Miss Universe, Albania edhe Kosovo që vajzat duhet të jenë patjetër edhe inteligjente sepse duhet të mbajnë atë kuror gjatë gjithë vitit për të na përfaqësuar edhe në evente të ndryshme, kështu që unë mendoj Soni që kjo është një nga vajzat që spikati për përshkrimin që i bëri vetes në formë të guximshme dhe origjinale. Kështu që kam kënaqësinë që bursën e talentit akorduar nga Universiteti Europian i Tiranës, Fakulteti i Shkencave Humane, Edukimit dhe Arteve Liberale, t'ia akordoj Klea Kordhonit.